A e din zoti Gashi që sot ka shumë shkolla në komunën e Vliçit që nuk kanë ngruhje. A e din? A e din as e din, po ju. Ta këshyrim, veç ka dalë, jepi përgjigjem. Po jo, vëllai, 30 sekonda e ka. Prit Po çfarë përgjigje. po të kallzoj Veç ju? pak, 30 Unë mas sekonda. pari e di që gjitha shkollat janë të kompletume, Me qa? edhe me ngruhje. A veç drejta ju qytetarëve se po kanë problem, vazhdimisht Drejta tu i ju ka tjepës e ngrohje. mësu me këto Tu i varfore, ka o, ngrohje. Në cila Ja, shkolla zotëri, s'ka? se nuk ka në shkollë ku është vajza e migjës tënë është drejtëresht sot nuk ka ngrohje shëndrore, e din? Nuk ka ngrohje. Po nëse të. Mirë. Aki Po më bese me shumë pa vërteta po vlet alel. A e premton mësimin vetëm me një ndrim, a nuk e premton? Deri në fund mandatit tash. Vetëm e lindrim deri në fund mandatit e premtoj dhe mësimin tërditor gjithashtu e premtoj deri në fund mandatit. Nëse Për sa shkolla mësim tërditor? për gjitha shkollat, Gjitha? përveç shkolla Ibrahim Rogova derisa të mbyllet, së është pjesë më e madhe Okej. e problemit të infrastrukturës, pjesën tjetër do të mundohemi të organizojmë deri në fund të këtij mandati që të kenë Mirë, mësim Halil tërditor. s'pyet aty për mësim gjeditor, a e Unë e premton thash, ajo deri në fund unë e mandatit? thash, Nëse punojnë me një ndrim, e shiqeni. premtove, po ka edhe kosto të reja. Shqyqani, mësimi do të gjeditor. fillojnë përgatitjet infrastrukturore për mësimin gjithditor fillimisht në Përgatitjet. shkollën Pandeli Sotiri dhe në shkollën Hasan Prishtina Çto dyat e premton? Miloshev. Po, shiqani, zoti Gashi është tash 12 vite kryetar komune, edhe po flet, edhe po thot që premtoj mësim gjithditor në të gjitha shkollat. Sa e kuptova? Për 4 vite. Po, 4 vite. Për 12 vite zoti Gashi ti s'ke arrit, për 12 vite s'ke arrit që të paktën një ndrim me punu nxënësit me mbajt mësim nxënësit, të paktën një ndrim. Në shkollën Ibrahim Rogova, në Kozaric, Halil, asni komunë e vetëvendosi s'ka arrit. Gjithashtu. Nuk ka, shiqeni, buxheti për kokë banorin komunën e Biliçit është 740 euro. Buxheti për kokë banori. Është buxheti më i lartë se në komunën e Prishtinës. Është buxheti më i lartë në nivel veni, çdo komunë nivel veni. Prandaj nuk kanë profesionista, e as nuk kanë përkushtim, e as nuk kanë vullnet që të punojnë. A dini ju që, a dini zoti Gashi që sot ka shumë shkolla në komunën e Biliçit që nuk kanë ngruhje. A din? A e din as e din, po ju. Ta këshyrim, veç ka dalë, jepi përgjigjem. Po jo, vëllai, 30 sekonda e ka. prit Po çfarë po të kallzoj Veç ju? pak, Unë 30 mas sekonda. pari e di që gjitha shkollat janë të kompletume, Me qa? edhe me ngruhje. A veç drejta ju qytetarëve se po kanë problem, vazhdimisht tu i Drejta ka ju tjepës e ngrohje. mësu me këto Tu i varfore, ka o, ngrohje. Në cila Ja, shkolla zotri, s'ka ngrohje? Unë nuk Halil, menoj, në cila shkolla unë s'ka? zotni nuk menoj që ofure nxon si mu mordi atje në shkollë. Cila shkolla s'ka? Po Në nuk shkollën gjimnazin, ekonomi, në shumë shkolla nuk ka ngrohje, sepse nuk kanë arritur ta bëjnë lëndën, do më thonë, mosën lëndën djekë, se edhe ke marrë të nxjellin për kekë. Se nuk ka në shkollë ku është vajza e migjës tënë është drejtëresht sot nuk ka ngrohje shëndrore, e din? Nuk ka ngrohje. Po nëse të, aki... Po më bese me shumë pa vërteta po vlet alel. A banon në medalë, faleminderit. A, që po të bje mirë? Që kanë me po debatin qytetarë. Po, edhe ti po ju thu, është fore ngrohja në shkolla. Ti po ju thu, Është fore ngrohja, është fore çka po thu tjeta. Profesional. Fore tha është ngrohja për fëmijë. Unë po të them nuk ka fore, po shkon në për shkolla. Jo, bashkë.